Benita dhe Eliona përfshihen në një debat që ka qenë i pritur për një kohë të gjatë, duke u ndjerë tensionet e mëparshme dhe konkurrenca mes tyre. Gjithçka fillon kur ato vërejnë se Klodi ka treguar interes dhe afërsi ndaj të dyjave. Ky moment ndes ndjenjat dhe xhelozin, dhe biseda fillon të marrë një kthes të fortë. Tensioni rritet gradualisht dhe biseda kthehet në një përplasje të hapur emocionale. Benita, me një ton të prerë dhe të vendosur, i thot Elionës se nuk ka nevojë të luajë lojra dhe se zemra e Klodit është diçka që nuk mund ta marrë me forcë. Ajo i shpjegon se për të, ndjenjat janë të sinqerta dhe se nuk do të tolerojë manipulime apo lojra të vogla. Eliona, nga ana tjetër, nuk qëndron e qetë. Ajo e ndërpret dhe i thot se nuk do të dorëzohet, sepse ajo ka ndjenja për Klodin dhe nuk do të lejojë askën tjetër të ndikojë tek ai. Debati fillon të bëhet më i ashpër. Fjalët e tyre janë të drejtë për drejta dhe të forta, secila duke mbrojtur pozicionin e vet. Benita thot se është e drejtë e saj të ketë ndjenja dhe se nuk do të tërhiqet, ndërsa Eliona përgjigjet se zemra e saj është gjithashtu e përfshirë dhe se nuk ka ndërmend të largohet pa luftuar për atë që ndjen. Gjatë bisedës, banorët e tjerë vëzhgojnë me kuriozitet, sepse konflikti mes dy vajzave duket i ngarkuar emocionalisht dhe i papritur. Secila prej tyre përpiqet të tregojë se ndjenjat e saj janë të sinqerta dhe se meriton të fitojë zemrën e Klodit. Fjalët e tyre janë të ngarkuara me emocion dhe ndjenja, dhe çdo pasazh i debatit tregon se sa shumë dëshirojnë të jenë pranë tij. Benita përpiqet të mbajë qetësinë dhe përdor arsyetimin, duke thënë se nuk duhet të ketë luftë të panevojshme, por se gjithçka do të vendoset nga ndjenjat dhe veprimet e Klodit. Ajo thekson se nuk mund të imponojë dashurinë e tij, por se zemra e saj është e sinqertë dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Eliona nuk heq dorë dhe fillon të flasë më pasionuar, duke shprehur frikën se nëse nuk vepron, mund ta humbas mundës. Për të qenë pranë Klodit. Ajo thekson se ka investuar emocione dhe ndjenja të mëdha dhe se nuk mund të injorojë ato. Ndërsa flasin, tensioni rritet, por edhe emocionet bëhen më të dukshme. Biseda e tyre përshkallëzohet në një duel verbal, ku secila përpiqet të tregojë se është më e përputhshme dhe më e sinqertë me Klodin. Debati zgjat minuta të tëra, dhe ndërkohë që flasin, shikimet e tyre janë të forta dhe të vendosura. Çdo fjalë, çdo shikim dhe çdo gest tregon një dëshirë të fortë për të fituar zemrën e Klodit. Banorët e tjerë ndihen të përfshirë emocionalisht nga konflikti dhe disa prej tyre përpiqen ta qetësojnë situatën, por energjia mes Benitës dhe Elionës është shumë e fortë për të ndalur lehtë. Në disa momente, Benita qesh lehtë për të ulur tensionin, por sërish e mban vendosmërinë e saj. Eliona përgjigjet me të njëjtin intensitet, duke treguar se nuk do të dorëzohet. Ata të dy, duke parë këtë debat, ndihen të shtyrë nga emocionet dhe tensioni, duke bërë që situata të